Ai nuk u thot do t'ju. Ai nuk u thot do t'ju. Pse ju paguani 30 euro për kuintal të plehut që e çoni në sharr për t'u djegur në një kohë kur 130 milion taksa tuaja janë zhdukur në kontot e tij bankare dhe ju paguani sikur plehrat digjen. Në kohë kur nuk digjet as 1 kilogram. Prandaj ai mbledh ata rrogtar për cilët unë e thash edhe diku tjetër, them prapë tek ju sot, i siguroj se pse shkojnë mitingjet e tyre, do shkojnë se i pushon nga puna, por ata që zbatojnë ligjin do jenë njerëz të nderuar nga ne dhe i ftoj të votojnë së bashku me ju ndryshimin dhe rotacionin për shpëtimin e Shqipërisë. Pra Edi Rama nuk është kloun, jo, po për hir të karrigës ti bën klounin dhe kaluar klounit. I ka humbur mendja. I lejon vetës gjëra që s'mund ta lejoj kur një njeri normal. Dhe mendon se me këto do t'u hedh hi syve. Mendon se me këto gjëra do të budalleps njerëzit. Po shqiptarët janë të mençur dhe në veçanti gratë, nënat, motra shqiptare ku ai po thot se kam mbështetjen më të madhe, kam bindje se ato të parat do të japin atij që meriton, njeriu që u përzuri me vjedhjet e tij fëmijët nga vatra familjare. Njeriu që i fyrën bashortët, djemët, babalarët, burrat, si një ordiner, duke menduar se po bëhet interesant. Mos harroni kur, se prapa buzëqeshjeve që krijon, fshihen vjedhje, fshihen drama, fshihet largimi i shqiptarëve nga Shqipëria. Ndaj dhe 11 maj do t'jetë dita e pastrimit shtëpisë. Po Edvin, do t'a pastrojmë shtëpinë, se Vora dhe Shqipëria nuk bëhen tokë e Zotit në qoftë se ne nuk pastrojmë shtëpinë nga këto që keni bërë ju këto 12 vite. Ndaj dhe të gjitha këto miliarda euro të zhdukura do bëhet e pamundura për të gjetur dhe për t'ja u rikthyer shqiptarëve. Këto bandit dhe dëgjoni ju xhabaft. Dëgjoni xhabaft këtu. Dëgjoni këtu. Ju kriminal që nga bande Erion Velis shtrohej në bande këtij e atij. Mos kërcënoni qytetarët e Vorës, se u jap fjalën nderit, se vend mbi tokë nuk do të keni për terrorist. Për terrorist. Ju keni mbështetjen e një delinkuenti që është kryeministër. Keni mbështetjen e një njeriu që s'ka ligj as moral për karrigën e tij dhe bëj ushtar të tij. Por ju garantoj se te Erioni do shkoni dhe bashkë me ju do vi dhe Edi aty. Ju garantoj se javën e parë të qeverisë do shpallë organizat terroriste dhe forca e ligjit, forca e shtetit do t'jetë pamshirë nga jush.
villni, plaçkisni mendimin e shtetit çdo ditë dhe tani dilni për tremp qytetarët për vota. Mirë ju çdo pësoni. Ja u them unë, jo ju në Elbasan, në Durrës, Shkodër, kudo qeni. So juj do shpallet terrorist. Majni mend këte. Miqtë e mi, nuk ka fibër më të fortë, nuk ka guxim më të madh se guximi i qytetarëve të lirë. Të lirë na bën vota e 11 majit, ndaj dhe të bashkohemi të gjithë, të votojmë për Vorën, për Shqipërinë. Ju garantoj se qeveria do të rindërtoj infrastrukturën në të gjitha skajet e kësaj bashkie. Garantoj Kasharin se në reformën territoriale do jetë një bashki ndër kryesorët e vendit. Garantoj të rritë, të rejat, se shanset për punë, për strehim, për një jetë tjetër do t'jenë reale në Shqipëri. Rovë Vora, rovë Shqipëria. Faleminderit.